Përshëndetje dhe mirë se vini në Noli TV, kam nderin e kënaqësinë për mes Albanian American Islamic Community Center këtu në Roterberit të kemi një prezantim të fëmijëve tanë që bëjnë edhe ushqime, përgatitin edhe është një gjë e bukur që të kenë edhe lojra të tyre, kështu që ju mirëpresim të shikoni këto. Kënaqësi juaj. Mirë, tani ai sot trete kokën. Ku koka? Bravo! Tani sot barku, na i përpreke barku. Barku. Tani sot, mi tregon duhet. Tani sot, piu njerë. Njerë, vetëm njerë. Tani sot piu 3 herë. Njerë, 2, 3. Bravo. Tani sot, Simoni thot, Bylli një syçka. Hapi një syçka. Tani thot, Gati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo! Bravo!
sa të kthyen Bartolito është një gjë Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito shtu këndon Jo, Bartolito, ai është një lup Bartolito është një gjë Në një fër Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito shtu këndon Jo, Bartolito, ai është një ros Bartolito është një gjë Në një fër Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito shtu këndon Jo, Bartolito, ajo është një del Bartolito është një gjel Në një fër Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito shtu këndon Jo, Bartolito, ajo është një ujk Bartolito është një gjel Në një fër Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito shtu këndon Jo, Bartolito, ajo është një moc Bartolito është një gjel Në një fër Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito kështu këndon Ham Jo, Bartolito, ajo është një qen Bartolito është një gjel Në një fër Togël qet Sa po djelin ngrihet lart Bartolito kështu këndon Kikiriku Kikirikiku Të lumt Bartolito, ky je ti Si jabi që si thret Syri mbyllet jastë kuflet Edhe pak ai pëshpërit Të lutem shkoll, të lutem prit Ora s'gjon, por ai s'dëgjon Batania fort po e mbron Çorapet humbin në divan Ku është koka pyet në plan Si jabi që si thret Syri mbyllet jastë kuflet Edhe pak ai pëshpërit Të lutem shkoll, të lutem prit Në tavolin buka pret Ai e she, por se havet Një kafshat pastaj ndalon O ma parkus po punon Zila bie, gjesi fret Syri mbyllet jastë kuflet Edhe pak ai pëshpërit Të lutem shkoll, të lutem prit Në klasullet libi hap Koka pije, gjumi e kap Mësusja fleta e ndëron Me sanduiq fluturon Zila bie, gjesi fret Syri mbyllet jastë kuflet Edhe pak ai pëshpërit Të lutem shkoll, të lutem prit Një dit ai e kupton Pa u zgjuar nuk mëson Pa ngrëndur s'ka fuqi Pa mësuar s'ka magji Sa ti hap mer frymë thell Gati jam me t'vërtet S'johem herët ha me gzim Shkolla është miku im Si jabi gjesi thret Sot ai po zgjohet Vesh këpucët qesh me Gjuna shi sot u bëtrin ima Jon, pistik tani, 2 minutë Gati? Gati? Jo, Zila bie gjesi thret Sot ai po zgjohet Ha mëngjesi me fuqi Në shkoll shkom plot energji Nuk flem më gjatë mësimit Ëndrat ruan për mbas takimit Gjumashi vogël ja kurit Me shkollën tani është për mi
që në ujnë ton, që është qëtësima që zogu lëshon, që është qatia që shtëpin në mbron, që është dielli që ndrinë shto më nges, janë durata që mezi i pres, e shtera që gjetët lëvis, unë bëlsira me të bëjëm vis, është flutura që fluturon nga dal, dë janë guaska që detis jel me val, dë është gjeli që ditën këndon, është hëna nga lartë në ndriqon, nga aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shto shkroj në asjem, jel me ndim me avjole me letë kusme, jel me letë, ti unë është botë për tjetë, aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shto shkroj në asjem, jel me ndim me avjole me letë kusme, jel me letë, alfabet ti unë është botë për tjetë, është i ri që me shpinën për gjëmba, është organi ku futë me brenda, kështë kali që ecën shumë shpejt, lësht libri që ndryshon shdo jetë, lësht lokumi në bësa më skam, më është molla që nga pema e ha, lësht nata me yje që shkelqen, lësht njeshi që të parin e gjen, është oqeani i thellë dhe i madh, për janë pijama që veshim shdo nat, që është qeni ky shoku im besnik, rështë raketa në hapësirë gjen shtëpi, nga aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shdo shkroj në asjel, një me ndim me avion me bre kosme, hylle dhe me det, alfabeti në shkot plot jet, nga aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shdo shkroj në asjel, një me ndim me avion me bre kosme, hylle dhe me det, alfabeti në shkot plot jet, fort shkëlqen, së shpinaci nga toka nena vjen, që shurupi që neve na shëron, të është toka i bukur i planeti jon, të është sari i bukur me shkëlqim, u është ujku që në pyll u lërin, dë janë vela që kapin e rëndet, të është cikselonja që ndryqon me qet, që është qami që nena pasjuron, ky është tërberi me ngjira na gëson, së është zogu që këndon çdo ditë, që zhapi ku bishti i rritet për dit, nga aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shdo shkroj në asjel, një mendim me avionë me bret kosme, hylle e me det, alfabeti unë është botë plot jet, nga aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shdo shkroj në asjel, një mendim me avionë me bret kosme, hylle e me det, alfabeti unë është botë plot jet, nga aja dhe të kësheja këndoj me gëzim, shdo shkroj në asjel, një mendim me avionë me bret kosme, hylle e me det, alfabeti unë është botë plot jet. Rottate a busi trottolo e ne rottolo, rottate a busi trottolo e Edhe mosha me ura dhe udhi, motori a me busi oraja brum brum brum, janë emra motori autobusit brum brum brum, në gjithë qytetin. për më kemi mami, bolla, majmuni edhe male. Autobusi e qën shpejt, Kemi e ora, qën shpejt, autobusi e qën shpejt, në gjithë qytetin. Autobusi ndoret në stacion, në stacion, autobusi ndoret në stacion, në gjithë qytetin. Dyert e autobusit hapen në mbyllen, hapen në mbyllen, hapen në mbyllen. Dyert e autobusit hapen në mbyllen, në gjithë qytetin. Shirë së dritarët i pastrojnë, shirë së dritarët i pastrojnë, në gjithë qytetin. Shkolla shqipe, shkolla
flasin në gjithë qytetin. Baby në autobus qan mama. Baby në autobus qan mama. Bravo. Në gjithë qytetin. Mami qetson baby. Mami qetson baby. Në gjithë qytetin. Washing hands, and then when we finish eating, we say thank to God for the food on the table, thank to the family who prepared, to the father, mother, in this case to our teachers, our classmates, for the bounties and for the gift of food, and reminding that not everybody has the opportunity to have food in the table. So thanking God, thanking the family members who prepared, and washing our hands before and after eating. It was a very good day, beautiful day of the community. In the end, we will do an activity together with teachers, a clean-up activity. This is our community. This is our second home. So we shouldn't just leave. We will, together with the parents, together with the teachers, and together with our classmates, help in a clean-up. Someone is gonna straighten up the chairs and other tables, clean up the floor, and we will leave in a way we found it. May God bless you, your families, and your beloved one. Thank you. Sa bukur për plastuar. Ram sam sam. Sa bukur për plastuar. Ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Për plastuar. Ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Për plastuar. Ram sam sam. Sa bukur për plastuar. Ram sam sam. Sa bukur për plastuar. Ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Për plastuar. Ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Për plastuar. Ram sam sam. Të prezantohesh kush jeni? Unë jam Estra Shehi dhe vi nga Shqipëria në qytetin e Dibrës. Si quhet shkolla juaj? Unë jam në Cheshire në shkollën Dot Middle School. Okej. Edhe si shkojnë aktivitetet shqiptare këtu me shkollën shqipe? Këtu është një vend shumë i bukur, mahnitës, që bëjmë shumë aktivitete të ndryshme, që të ndihmojnë nxënësit që të flasin më mirë shqip dhe ta reflektojnë gjuhën e tyre. Ju jeni e lindur këtu, apo? Jo, unë vi nga Shqipëria dhe kam një vit këtu. Ti qenë ke vetëm fresh. Por ju? Unë kam emrin Impa Muslim, edhe unë jam nga Woket në shkolla Tero Middle School. Sa të pëlqen shkolla shqipe? Unë më pëlqen shkolla shqipe sepse unë kam dhënë në shkolla shqipe gjërë kur isha 3 vjeç, edhe mësojmë shumë gjëra të reja, edhe bëjmë me të zgjuar me gjuhën të shqipe. Sot ne patëm një lojë mes fëmijëve. Si e përgatitur të ushqimin? Ju keni përgatitur ushqim sot? Po, ne sot përgatitëm pasta, pra pene me salcë, edhe në fillim morëm pastat dhe i futëm në një tenxhere, dhe pastaj përgatitëm salcën dhe e gatuam të gjitha. Pra ishte një aktivitet shumë i bukur dhe që të kuptoj fëmijët se gatuajnë, din të bëjnë gjëra vetë. Po, detyra juaj çka ishte? Për shkollën shqipe kemi flagët sepse kemi një festival edhe do bëjmë
pikture të bukura edhe të mësojmë gjëra të re si mbi emrit edhe ashtu. Sa ju pëlqejnë mësuesit ose mësuesit që japin mësim në gjuhën shqipe në shkollat shqipe? Mësuesjet janë shumë të mirë, sepse ato kur e bëjnë gabim, ato ta bëjnë një nga një të bëjnë në mend të mbë. Që ta kuptosh. Po. Por, Mua mësuesit këtu më pëlqejnë shumë. Ata janë shumë të sjellshëm me nxënësit, duan që ti mësojmë gjërat dhe të jemi të zgjuar në veten tonë. atëherë ju si dy bukuroshet, si e mendoni në të ardhmen? Çka do të bëni për shkollat? Do të mundoni që sa më shumë që të bëni shok dhe shoqe në shkollë, të njoftoni me traditën, kulturën tonë shqiptare? Unë kam qef që kur të rritem të hap një biznes ose të bëjmë një avokate, po më shumë më pëlqen të hap një biznes dhe mendoj që unë do të bëj një biznes ku të ketë gjëra të traditës tonë shqiptare dhe që të tregoj të gjithë shokët dhe shoqet traditën time. Si e mendoni, a ka nevojë të keni aktivitete për fëmijë sa më shumë, më shpesh? Ka, sepse do të bësh një gjë, duhet të punosh shumë fort për atë gjë. A kanë nevojë fëmijët shqiptar që të jenë sa më afër me njëri tjetrin, ta mësojnë gjuhën? Po, sepse unë dinta kjo çupa që dinte shqip, po shoqe e saj dinte edhe donte të di shqip të lafos me shoqe. Wow. Pra, të dashur fëmijë, kënaqësia ime është kur me të vërtet ju gjeneratat e reja që jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës jeni kurajshtarë dhe keni dëshirë të mësoni gjuhën, ta forconi, ta keni të fortë gjuhën. Kështu që ju falenderit shumë për intervistën, kishte qenë kënaqësia madhe që edhe kur të rritni prapë të bëjmë intervista. Faleminderit.